shumë janë respektu plesht, si kur na atëherë tash ju, për por janë respektu shumë. Tash, dhe fjalla. Ja, fjalla ati qka ka thonë, du me bo veç amen. S'ka pas ato ju, ato nuk ka pas ju. Për që tash, ka hup shumë, se jo pak po shumë ka hup respekti. Shumë, bëllë që tash që kja mosha e rejë që janë, këta nuk po bojnë respekt, kërkon hes që të kërkan të respektuë. As prindin, as laun, as migjen, as kërkan heq. Ma në ryshe, atëherë u konë, më ka tonë kërë i në dorë që të u konë një. Qaj person me thonë për shemë, di shka du me respektu. Ka përcyje ke respektu me fjallë, me vepër, me që shkë mujtë. Tash ka përcjen, tjetër, u për respektit të natë që tash këgja shumë. Punë kryesore gjatë rinisë së tyre e kishin kujdesin ndaj bagëtive. Kështu e nis rrëfimin e tij për të kaluarën Musaj Shaqiri nga fshati Baksi Skënderajt, i cili tregon edhe për lojrat që luanin gjatë kohës që ruanin bagëtit. Ai thot se kohrat kanë ndryshuar shumë dhe tash ka humbur dashuria dhe respekti ndaj njëri tjetrit. Po, përpora na merr me bujësi, blegtëri, çdo sene uda ka pas, tuna, edhe tuna u vetë një person. Një person u vetë, jo si kur tash që po vetën tonë. Që shtë u shku kja punë. Na punë të kur kena dosh për të nesrit me i bon, në akshami kena bon, mbromje, edhe për nesrit i ka pas gjithë cëllit caktune, ka me shku, qka me bon, edhe mos ka pas nevoj me i thonë për shembull nesrit ti do të me shku qikote, veç në mbromje krejtjen kry këtë punë. Po kena pas rini ma shumë, edhe lëpt kur i kena ru, jena dollë bashk, me kojshije, me moshatar tunë që jena kanë, i kena ru gjonë, mas mëngjes i kena lëshu, dhejna në ngezë që i thujmë, tani kena bo push pauzë, dhejna i kanë njën dë, tani apet i kena lëshu, dhejna aksham edhe që shtë u shku kjo punë. Po, kena lujt gjithësysh, kena lujt me top, kena lujt për pare kam pitak me shtoga, me shtu sene, kena lujt tana lujat të ndryshme. Derisa flet për respektin, ai tregon edhe për odat dhe për ardhjen e shpesh të mysafirëve në to, të cilët me raste kanë qëndruar edhe me ditë, ndërsa e gjithë familja është kujdesur për mirëpritjen e tyre. Po urdha u konë si kur në ta shkolla, që është shkolla, që është fakulteti, po thamë, jo shkolla e mesme ose shkolla ullt, po fakulteti u konë shkolla, udat janë konë. Qaja u konë ud, po u konë shkollë që ke marrë mësimin ku maj miri. Mësimi ku ko maj miri ke marrë për joda, për plezhve, për dishmit që kanë ditë, e që shtu konë kja, tash në shkollë, po shkujnë, po edhe respektin e çdo sene i kanë lanë anë shumë. Që kja është të na pak umet. Po, ka pas për para, se une bashkë nuk mujnë me më rri që ata, se s'ku mujnë me më rri, une se maj ri, po ka pas edhe kapuqa s'kanë lu, filgjana, që të sene i kanë pas në oda që janë knaqë. Tuna ka pas konak në 12 nas, 1 nas, s'ka pas problem, këtë trakit ndërë edhe janë ardhë, kanë bujt, janë shkue. Na une për veti e moj men, pejrë haveci, kanë pru për para rrush me kual që janë kone me qere që janë kone, kanë pru rrushin, edhe i kanë zot ere, edhe kanë bo konak në udën tonë. Une e moj men vetë, te në mëngjes ka nejt atë. Shumë ka pas respekt. Për mësafir bërë ka pas, kena pas mësafir që i orë ka nejt me javë. Edhe kuj si ka orë mërzi. Nona tuna kanë gatu që tash po flasë për kuhën e sudit, kur nuk mundet me mërija e kuh tash. Se që tash pe i blenë të gashme senet e pe i blenë pe ja bo bukën një mësafiri, atëherë u duh me gatu që ka kanë pas. Edhe kanë respektu me që ata që ka pas. Tash, vëdhe me kiem bolë, po të knoqen ju. Vallaj, ne këna pas edhe udën, veç dë natë mos me na një mësafir, u mërzit shumë. Tash me vjen mësafiri, vjen sebepi, vjen doja, vjen kusht, vjen 5 minuta, 10 minuta, dejt e pi qatë kafe dhe që uhet picë. Shumë dashnia ndaj prindit, për shembull ka ndaj kojshiz, ndaj dajs, miqasis, krejtve ka diçka. Nuk e di pse, a liria tepër, apo a veç ku me di çfarë orientimi kanë marrë këtë, kjo nuk është kërkon heq për to na, se kena pas tradit kështu.
Ai flet edhe për shkollimin dhe thot se edhe pse kushtet kanë qenë më të vështira, fëmijët e kanë dashur dhe respektuar më shumë shkollën. Sipas tij, sot zhvillimi i teknologjisë ka ndikuar në humbjen e rëndësisë së shkollës. Dallimi i shkollës u kon ma vështirësi atëherë. Tash janë shku kom. Na kemi të shkollën ofër, domethënë edhe në Qerez, shkollën e fillorit kon, dhe në tetën që i kanë thonë. Edhe tash e kemi që të vjen kumbi i merë fëmin, i qenë Qerez. Po nuk janë të mësu qysh kanë mësu për para. Atëherë ma kanë hjek, po kanë mësu ma shumë. Ma shumë i ka pas në zonca që kanë mësu, nuk janë merë me punë të këqia, me sene. Tash me qunë shkollë është shumë problem. Që tash për që tash, i shohave zotë, një mas e valoj, nuk janë kërkun në tukë. Unë e moj men, mësojësit të tunë, me ka përty që sajtë, këna hik pitina, mos nashe mësuesi, ose profesori, ose mësuesi, mos nashe. Tash, më loj zatetet me profesorë se me mësues, veç si intereson heq. As nuk e respekton, as e din që i ka pas profesor, as kur gjon. Ka që e dujnë, ka me shumica, pak janë të e dashtë shkolla. A neve na vynë shkolla, që kja është me jesë për para, me shkollën. Se ta marrë manga që pëndodha është puna teknologjisë që ka avancu për telefonin. Edhe teknologjia, se tash për shembull qëre, një fëmijë si të bë 3 vjet, ja vyt, ose një vjet që të del pak, ja vyt vet, nona e fëmijës ja vyt telefonin edhe ja lëshon, i thet qëre, ngu, një muzikë, një diçka ja lëshon, edhe mo peq aty të maj telefonin se lëshon. Mi ja hjek telefonin, sunësh, o kry kja për, është shumë të na, teknologjia i ka prish, po tam i ka prish edhe në zoncat, po edhe fëmijët e krejt. Musaj tregon se vëllani e tij e ka edhe baxhanak, teksa përmes tij e kishte gjetur edhe nusën e tij. Ai flet me nostalgji për dasmat në të kaluarën, teksa thot se tash gjërat kanë ndryshuar për keq. Unë për veti jam feju se jam konë në Gjermani, kur jam marrë jam feju në kam, në shtëpi. Edhe me fejes, me kreti këna bon, edhe jam marrë. A ki gjetë vetë? Ma kanë gjetë tjetër kusht, tani që shtu shkusira. Kush ta gjetë? Po tash me të kalzu drejtën vllone kam baxhanak, qashtu tani o lidh puna edhe e na bom mes. Po dorsmat, unë po të regoj që dorsmat si kur ta theshin mos s'ka. Pse? Po tash pishohëm, për shembull në restorant, shkon, duhet me i këqyrë do thmi me ilon dikan të shpia, se thmija nuk mundën marrë në restorant. E për para, e kena bom në vend të unin, në fshat këtu, jenorë me thmi, me qka ka pasin ato bu, edhe u kon rregull. Kena prej për shembull një postërëm, që ato e kanë marrë, e kanë redis, e kanë një kuarë ose diçka dhe e ka pregadit që ta mish. Kena hongër një sufer, bua kije 20 vet, ose 12 vet, 10 vet, qysh asin një taner. Tash është ma let për, do me thonë, po është ma let për prind për shembull ose për nonë ose për mut ose për këtu është ma let që po shkojnë për restorante këtu. Se përpara kanë hjek ma shumë. E tash ma let është, po atëherë ka ma knaqësi. Ma lezet i ka pas puna, darsma, sene, të nis darsma, të pona, sene. Sa ditë kanë zgatë? Po tona për shembull ka zgatë tajtja, premte ashtunë, gati dillat, hanën, pak e qashtë. Do të thonë 5 ditë. Balla gati 5 ditë që ashtu shku edhe dita e grave që kanë thonë hanja o mush plot. O tash pe gjojnë vet, po ma raste shumë janë që po dohen ma shpejt. Përmes punës të internetit ma shumë ti. Po hin internet, po njëftuan, po bashkuan, kur po bëhet bakini muj 2 muj, ato s'ka sarmo. Në që po bojnë mirë, ashtu që... Nuk ka mirë. Për mu që tash po tam nuk ka mirë. Po, qka se, me të lefare zatet është njeri. Është edhe xhelozia, ajo është edhe xhelozia ma shumë. Po është edhe ju dashnia që shumë. Ai përpara edhe si kanë po hiç, po kur e ka pru mos aty s'ka pas, e ka pas dojnë ose mësit ose dikan ose në këshëri ose dikan, po s'ka pas janë lidh aty me ta dhe mos ka pas shanca ashtu më do pa tash po donë për një fjalë, 2 fjalë dohen edhe
S'di që kanë bon këtë farë punë, s'di. Ka pas raste, po e shumë të ralla. Shumë të ralla. Që do? Nëse po flas e kanë zonë në i punë që s'bo heq, atër e ndo, se për 2 fjallë, 3 fjallë sene që ndo kur. Që është raste ka shumë. Për para unë po flas nona sa u konë, po e nërë me mësafir shumë, po s'kur si ka orë mërzi. Edhe jo si po flas, po e kena pas nonën që ashtu, se nonën në ka dik, po e kom pas nonën që kur ka pas qef kur i ka nërë mësafir. Tash, vallahi, unë po flas edhe për shoqet e mos e për dikon tjetër është. Hapet shoqja për shemb tash edhe në kohë si unë, po tash bilerinia ty bën ta dojnë. As mësafirin, ma kallaj thet a des shkojmë, hajde në restorant filan vend zatetëm tallon i sill ose diçka se. Jo vallahi. U hub dashnia, u hub respekti, u hub të sa ne krejt. Po nuk e di, po tham dhe edhe aja mundet me ndohet që janë të pritue. Se nuk ka punë se me kallajsh me se qitash me prit mësafirin. Qitash për qitash është mas kallajti. Këtë për t'gashmi i ki. Qa vëq ki me shërby, se thonë. Po ju, janë shumë pritëshëm, janë pa respekt, pa sene qëtuja. Në rinin e ti, aje kishte shijuar edhe gurbetin, teksa thot se i kishte lënë shije të hidhur, pasi mërzia për vendin ishte shumë e madhe. Sipas tij, të rinjt sot po bëjnë gabim që po e braktisin Kosovën, pasi edhe këtu mund të sigurohet një ardhme e mirë. Na jemi në baksit, të fshatit baks, ka që janë ikë, po janë halatu na, janë në për shkollë e diçka veç ka, po ikun shpesh. A po bojnë mirë se po ikë? Vallahi, nuk janë të bo mirë, na për dim që s'po bojnë mirë, po kushtet. Që kja është mas problemi kushtet. S'po kanë kushte, po nësim nuk kanë. Për në punë, për shambull, për që tyet me shkunë, ose në Skënderaj, veç bileti shkujnë gati, qa me bo me 200-300 euro, dhe në 400 euro s'ka ma shumë. Që kja është të na, veç pa punësia, kushtet, me ja u plecu kushtet me rrugë, ka me sene, vallaj nuk ikon. Tash në punë t'i ka edhe mas shumë t'i qeveria. Po shteti ka punë në dorë, ai do të më mirë me këtë sene, me ja u gjetë rive punën, ka njërë që u shkollu, edhe të pash pret me hinë punë, po nuk ki në gjafshëm, s'ki me hi. S'ki në gjafshëm, nuk po flasë puna partive këtyre sene, po se ki di ka në gjafshëm, ki me mirë në shpe. Qëre, unë jam konë në Gjermani, gjatë luftës nuk jam konë këtë. Jam konë në Gjermani, unë jam këthyje vetë. Se kom thonë që kur të vi këtu, kam e gjetë, qysha mas miri. E kemi jetuë, qysha mas mirë, që s'ka me pas as Zvitra, punë ma mirë se na. Po nuk na dulë që ashtë që është menon. Nuk na dulë. Kena dhonë bëllë për këtë vend, kena dhonë dëshmure, kena dhonë tafer e krejt, po kurqë. Shumë kam privatizu, shumë. Këtu nuk u duft. Nuk u du me privatizu, u duft. U du 3 tonë me morë me shtinë punë. Këta vetë mi u dhejqë. E jo kush duhen, kush vjen privat. A i kanë duhen e merë, kanë duhen dhe qëtë pe i punë, kur qësh duhen. Kur këfar për bikqyrje s'ka. Po, mërshë, është fabrika në Skënderaj. Jo e djene, nuk e dje djene, është fabrika barutit në Skënderaj, që është e mbyllën, ka punu për para, tash është e mbyllën, nuk s'puno kërkush. Që aty ka mujtë rëthina tona, që kja rëthin e qerru ke komunë Skënderajt, kanë mujtë këtë gjysë e rinis me punu që aty. Edhe s'dije qa bohat me ta, qa u bo me ta, kanë mshelë kur gjëjës. Qëre, këta lakmi munën me marë, se unë i kam atje vllaznin edhe 5 janë në Gjermani. Veç me ja u bërë rrugën aty në vllaznimet mi po flasë. Me ja u bërë një rrugë mesatare këtu, e me jetu e ku e gjonë ma mirë se në vend vetin. Ku e gjonë ma mirë. Na i kem shpia të thatë. Një shpia është me gjithë që është. Une, me thmi e me shoqen. Tjertë këtë jashtë. Vallaj me ja u bërë aty në një rrugë mesatare këtu, këtë këthejën. Po, s'unën më këthy, s'ki. Të unë vetë pa punë, fëmin pa punë, kurqë. Këta kanë me shku, e më po të thamë, edhe që tu po të thamë, kanë me shku. Edhe kanë me përvu. Veç vendësit vetin, kun s'kanë me mujtë me gjithë. Ma i knoqën do të me kom me i morë që të 500 euro, ose 600 euro një rrugë mesatare, se me shku atje me i morë 1.000, 200-300 euro, se 3.000. Ata nuk për di, se unë jem konë në Gjermani e di.
Ta do të mi pagu banesën, krejt sene do të mi pagu, a jesin 500 euro, nuk i jesin. Vetëni kanë dëni që janë jashtë qitur. Nëse merret veç me punë, nëse merret me sene tjera, nuk di. Po, ekziston edhe rreziku i asimilimit. Më rrezikohet, po. Ato ka. Ashtu, që ata që janë shku ma herët, që janë shku para 20 vite, 30 vite për pjetë, ata mundë fëmija tyne mos më kry. A pleq që janë atje, për shembull, po flasën me këta që janë shku para lufte, këta kanë qef më këthy. Po të bëha ki fëmija tyne nuk thëjen. Nuk thëjen veç shkaku që e din që kanë, është shumë papunësi. Pi shojnë për televizione, këta vetë pi u kallëzojnë. Për shembull atyne, a i gjysa atje në për puna, thënë që më këthyjën e ka, me qka me jetu. Se me ja u bo kushtet kej këthejen. Edhe 3 qytetarë që po dojnë me shku, ta po kanë qef me shku, dhe të prevojnë. Veç mas mërami kanë më këthy gjithë cëlli, kanë me morë, kanë me shku. Mas më pjallon janar që po flitet, kanë me shku, po kanë më këthy qpejt. Unë më do këtë qële se më pej që ty që jam nisë, unë jam nisë kam. Edhe kam kom ka përsy këtë kufine që jem shku në Cezën. Vallahi, mërzime a modë s'ka ku më shku, me lëshu venin tënë. E me shku një vend pa njofshin se ki kërkan, ma mërzi s'ka. E se dina se unë atëheri kom pas, edhe vllaznini kom pas aty, po dikush që s'ka pas kërkan, ka mujt mja majta, qysh? Pe pas dikoni me të një mu, o shumë shtirë. Edhe pilen venin tënë, pilen prende, krejt pilen familjen, për çka? Për një të arme ma të mirë.